të bësh diçka pa kërkuar shpërblimin e njerëzve. Ç'është sinqeriteti? Të veprosh pa pas dëshirë të përmendesh apo të shpërblehesh nga njerëzit. Kuptimi tjetër, kanë thënë adamu ru'yatil khalq. Thot, sinqeriteti është mos shohësh njerëzit, të verbohesh nga krijesat. Çfarë do thotë verbohesh nga krijesat? Do të thonë të shef asgjë. Ti shef me punën tënde vetëm Allahun. S'ti intereson askush tjetër përveç Allahut. Ose thot për kufizim tjetër, sinqeriteti është atëherë kur barazohet tek njeriu lëvdata ose mos lëvdata e njerëzve. Kur nuk lun zemra se njerëzit flasin mirë apo keq për ty, janë rregull. Kur prekesh, këtu bëhet fjalë për adhurimet, se njeriu mund të preket për një gabim që ka bërë, është normale, se po su prek i bjerë me qenë dru. Çdo gjë fillon tek sinqeriteti. Shpirti i adhurimit është sinqeriteti. Në momentin që nuk ka sinqeritet, ti e bën adhurimin, por është diçka e vdekur, e ngordhur. Për këtë arsye thonë, nuk ka gjë më të turpshme se sa ti paraqesësh krijuesit adhurime të vdekura. Çfarë jep jetë adhurimit? Sinqeriteti, çiltërsia. Ta bësh për Allahun xhelalu. Nuk mund të jetë një vepër e saktë e pranuar tek Allahu, po nuk pas sinqeritet. Para se të nisi, sinqeritet gjatë veprimit dhe sinqeritet deri në mbarim. Thot dikush prej dietarëve, thot dhe i sinqerti e ruan veprën edhe mbas mbarimit. Si nuk i tregon veprat e tij të mira. Ti mund ta kesh bën një vepër të sinqert që është në nisje, edhe gjatë deri në mbarim. Mirë, po në momentin që e ke mbaruar këtë vepër dhe është fut në depozitat dhe rezervat e ditore të njeriu, është mbyll. Ti shkon edhe e nxjerr thua tregon njerëzve veprën e mirë. Kjo e prish veprën e mirë, edhe pse ajo kur është bë atëherë është bë tamam. Përveç se nëse njeriu e tregon veprën e mirë me qëllim të udhëzimit, me qëllim të nxitjes për mirë, atëherë kjo është gjë tjetër. Për këtë arsye nuk është e lehtë që të ruhet sinqeriteti. Nuk është e lehtë që të arrihet, nuk është e lehtë që të mbahet dhe të mbrohet, dhe nuk është e lehtë që të ruhet.